Kreu i diplomacisë greke Niko Kocias paralajmëron Shqipërinë të tregojë kujdes me çështjen Çame, duke i kujtuar asaj se nuk mund ta nënvlerësojë Greqinë për shkak të krizës që ajo po kalon. Deklaratat e drejtë për drejta janë bërë në një intervistë të Kocias në median greke. Greqia ja kalon në të gjitha drejtimet, ka 10 fishën e prodhimit të brendshëm bruto, sisteme të shumë fishta mbrojtjeje dhe sigurie, shumë fish forcë ekonomike. Ata janë të varur sa i përket ekonomisë, remitancave të emigrantëve, investimeve, tregtisë. Kemi edhe përfaqësim asimetrik në arenën ndërkombëtare, ndaj është mirë që të bashkëpunojnë, të bëhen realist dhe të ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve të përfitimit të përbashkët, të zgjidhim çështjet e hapura bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe traditën evropiane. Ministri i Jashtëm grek flete për qeverisjen e Partisë Socialiste me Partinë Drejtësi, Integrim dhe Unitet, duke u shprehur se qeveria po adopton një pjesë të agjendës së kësaj partie. Fakti që ata qeverisin me partinë e Çamëve i ka detyruar të adoptojnë pjesë të agjendës së kësaj partie, siç janë çështjet e Çamëve që kryen krime lufte në Greqi, që janë dënuar një herë mirë nga gjykatat greke. Çështja Çame intereson kësaj pjese të Çamëve dhe jo 160.000 apo më shumë Çamëve shqiptar që s'kishin dhe s'kan asnjë lidhje me Greqinë dhe krimet e asaj periudhe. Gabimi i dytë është se pas vitit 2008, për shkak të krizës, dikush e nënvlerësoi Greqinë dhe mendoi se mund të bëjë lojra në kurisë të saj. Ministri i Jashtëm grek shpreh gjithashtu se dy vendet po negociojnë për çështje që kanë dallime dhe mosmarrveshje dhe se negociatat janë instrumenti i diplomacisë. Duke kritikuar deklaratat e komisionerit Johannes Hahn për çështjen Çame, Kocias thot se ai bëri 3 gabime. E para publikoi pa autorizim listën e çështjeve në bisedim. E dyta pasuroi listën me një çështje që nuk ekziston. Dhe së fundi kërcënoi se po hedh në erë gjithë marrëveshjen. Kreu i diplomacisë greke thot në fund të intervistës që është në interes të Shqipërisë që problemet i zgjidhi përpara se të fillojë negociatat me Bashkimin Evropian.